Sot jemi mbledhur për ta nderuar jetën dhe veprën e një njeriu që i përket kategorisë njerëzve për cilët historia flet me respekt të jashtëzakonshëm. Jemi mbledhur për t'ia thënë lamtumirën akademik Nejat Dacit, burr shtetas, dietar dhe intelektual i përkushtuar. Me dije të thellë, integritet personal dhe përkushtim të palëkundur, ai i shërbeu Kosovës si kryetar kuvendi, ushtrues detyre i presidentit, deputet, akademik dhe drejtues i institucioneve shkencore, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në zhvillimin e mendimit shkencor në vendin tonë. Në historinë e kombeve ka njerëz që shfaqen në kohë të qeta dhe ka njerëz që formsohen në kohë të vështira. Akademik Nejat Daci i përkiste kësaj të dytës. Në periudhat më të rënda për popullin tonë, ai u rreshtua me vendosmëri në shërbim të kauzës për liri dhe pavarësi, duke qenë bashkëpunëtor i afërt i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova në këtë kauzë. Në atë epokë kur mençuria ishte po aq e nevojshme sa edhe guximi, ai zgjodhi rrugën e urtësisë, të vizionit afatgjatë dhe të përgjegjësisë shtetërore. Nuk e shihte politikën si përplasje të përditshme, por si proces të ndërtimit të themeleve të shtetit me durim. Kontributi i tij në formimin e institucioneve të Kosovës ishte i qetë, por i thellë. Si kryetar kuvendi, ai e kuptonte se demokracia nuk ishte vetëm procedurë, por ishte edhe kulturë. Nuk ishte vetëm rregull, por edhe respekt. Ai besonte në dialog, në ligj, në argument dhe në forcën e institucioneve që e mbijetojnë secilin individ. Kjo ishte filozofia e tij shtetformuese. Si një qendrestar i vërtet që ishte, ai asnjëherë në angazhimin e tij nuk pranoi kompromise në dëm të Kosovës. Akademik Nejat Daci nuk ishte vetëm një burr shtetas. Ai ishte edhe një mendje akademike e pashoq, një njeri i dijes që e shihte shkencën si urë ndërmjet kulturave e si hapësirë bashkëpunimi. Profili i tij ishte thellësisht i hapur ndaj ideve, respektues gjithnjë ndaj dallimeve dhe i bindur se shoqëritë përparojnë kur dia nuk njeh as kufi gjuhësor, as ideologjik e as etnik. Ai e kuptonte se Kosova, për të qenë e fortë, duhet të jetë e ditur, e hapur dhe e lidhur me botën e me miq. Në kohën kur politika nuk ishte thjesht garë pushteti, por mjeti i vetëm nëpërmjet cilit luftohej për të drejta, për liri dhe për vetë ekzistencën tonë si shtet e si popull, roli i intelektualit merrte një peshë të jashtëzakonshme historike. Akademik Nejat Daci i përkiste atij brezi mendimtarësh që e kuptuan se heshtja e dijes në momente vendimtare është një formë dorëzimi. Prandaj ai asnjëherë nuk heshti. Ai e solli mendjen e akademikut në politik jo për ta politizuar dijen, por për ta fisnikruar politikën. Dhe pikrisht këtë e arriti nëpërmjet angazhimit të tij fisnik në politikë. Në procesin e rezistencës paqësore, të arritjes së lirisë dhe shtet ndërtimit, ai dëshmoi se intelektuali ka për detyrë të mos qëndrojë në distancë komode nga realiteti, por të marrë përgjegjësi dhe ta vërë autoritetin e tij në shërbim të interesit të përgjithshëm. Akademik Daci e bashkëdyzoi profilin e tij poliedrik si profesor, shkencëtar, akademik dhe burr shteti, duke vënë secilin dimension të tij në funksion të dobisë për popullin dhe për shtetin. Ai dëshmoi se kur dia udhëheqet nga ndërgjegja dhe pushteti nga arsyeja, politika mund të bëhet akt shërbimi dhe jo dominimi. Kjo është trashëgimia e tij më e thellë dhe dëshmi se liria nuk fitohet pa mendje të kthjellta dhe se shteti ndërtohet edhe me dije dhe se populli mbrohet më mirë kur fati i tij udhëhiqet nga njerëz që dinë të mendojnë përtej ditës e përtej vetvetes. Në këtë kuptim, e gjithë jeta e tij ishte një shembull i vërtet. Nga se madhështia e njeriut gjithnjë matet me gjurmët që lëm pas.
Akademiku ynë iku në përjetësi, por la gjurmë të pashlyeshme në krijimin e institucioneve tona të lira e demokratike, në mendimin shkencor që e kultivoj, në kulturën politike të cilën e përfaqësoj dhe mbi të gjitha në shembullin njerëzor që e la pas. Sot, kur e përcjellim në amshim, nuk po i themi lam të mirë vetëm një njeriu, por një epoke të maturisë, të dijes dhe të përgjegjësisë publike, të cilën na la pas si shembull për ta ndjekur. Dhimbja është e madhe për familjen, për miqt dhe për bashkëpunëtorët, por po aq sa është i madh edhe obligimi ynë që ta ruajmë dhe ta vazhdojmë trashëgimin e tij, trashëgimin e shtetit ligjor, të mendimit të lirë, si dhe të respektit për dijen, me besimin se Kosova forcohet gjithnjë e më shumë me punë dhe me vizion afatgjatë. U pret në paqe në dheun e Kosovës së lirë dhe qoftë i përjetshëm kujtimi për akademik Nejat Dacin. Ju faleminderit. Në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës, sot jemi mbledhur për të nderuar jetën dhe veprën e akademikut dhe ish-kryetorit Kuvendit Nejat Daci, një personalitet i rrollë që i bashkoi dijen me shtetin, mendimin akademik me përgjegjësinë publike dhe urtësinë personale me interesin e përgjithshëm të Republikës sonë. I lindur në Tërnos të Bojanocit, në një hapësirë që historikisht ka mbajtur borën e rëndë të qëndresës dhe ruajtjes së identitetit kombëtar, Nejat Daci e ndërtoi jetën e tij mbi themelet e palëkundura, punë të pandalshme, dije të thellë dhe përkushtim të jashtëzakonshëm për interesat e popullit që ai takonte. Ai ishte shembulli i intelektualit që e kuptoi arsimin dhe shkencën jo vetëm si profesion, por si mision kombëtar dhe mjet thelbësor të emancipimit ton shoqëror. Me titullin doktor shkence të fituar në moshën vetëm 29 vjeçare, si studius i përhershëm dhe akademik i shuar, Nejat Daci ishte ndër themeluesit e standardeve më të larta universitare dhe shkencore në Republikën tonë. Universiteti i Prishtinës dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës mbojnë gjurmën e mendjes së tij të shuar, gjithnjë kërkuese dhe me parimet në qendër të çdo veprimi të tij. Për akademikun Daci, dija ishte përgjegjësi e shenjtë publike dhe shtylla e vetme mbi të cilën duhej të planifikojë zhvillimi i shtetit dhe i shoqërisë sonë. Si koodër dhe intelektual i hershëm, gjatë periudhës së represionit, ai kontriboi në ndërtimin dhe zhvillimin e strukturave paralele, veçanërisht në fushën e arsimit. Fol angazhimit të tij, rezistenca paqësore mori kuptim të thellë dhe u shndrrua në një projekt të qëndrueshëm politik e moral për Kosovën. Projekt që në njërin anë ishte vendimtor për të treguar botës se ne jemi një popull i vendosur për liri e barazi, dhe në anën tjetër dëshmonte se kemi aftësinë, urtësinë dhe përgjegjësinë për të krijuar shtetin tonë të pavarur. Maturia e tij politike ishte jetike dhe jashtëzakonshme në vitet e para pas luftës, kur Kosova përballej me ndjeshmëri të thella institucionale dhe shoqërore. Si kryetari i parë i këtij kuvendi, ishin pikërisht maturia, urtësia dhe pjekuria e tij demokratike që kontribuan në tejkalimin e këtyre sfidave, duke tejkaluar veten, por edhe partinë, dhe kështu duke ndihmuar në vendosjen e stabilitetit, qetësisë dhe bazave të një mendësie demokratike institucionale që ndihmoi jashtëzakonisht vendit tonë gjatë asaj situate, por edhe shërbeu si shembull në procesin tonë të shtetëndërtimit që ne sot e gëzojmë. Në nënshkrimi i tij në deklaratën e pavarësisë me 17 shkurt 2008 ishte kurorëzimi i denj i rrugtimit të gjatë historik për vetësi si akt përfundimtar i kontributit disa dekadash që kryetari Daci dha për këtë qëllim. Akademiku Daci besonte thellë në respektin, tolerancën dhe në rolin e kuvendit si zemra e demokracisë. Sot, tranzicioni i qetë dhe stabiliteti demokratik që kjo Republikë gëzon janë trashëgimi i këtyre vlerave, trashëgimi ku një merit të veçantë e ka edhe vetë akademiku Nejat Daci. Me qetësinë, inteligjencën dhe maturinë e tij politike, ai do të mbetet në kujtesën tonë si një nga figurat themeltore të sigurisë institucionale dhe orientimit demokratik të Republikës. Me veprën dhe vizionin e tij,
Ai radhitet për krah mendimtorëve dhe vizionorëve si presidenti Ibrahim Rugova dhe Femi Agoni, të cilët i kishte edhe miq, por edhe bashkëpunëtor të tij gjatë rrugtimit të tij akademik e politik. Në emër të Kuvendit të Republikës Kosovës, shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes së nderuar Doci, miqve, kolegëve, qytetarëve dhe gjithë komunitetit akademik e institucional të vendit tonë. Dënimet të përjetshme kryetorit dhe akademiku Nexhat Doci, i qoftë i lehtë dheu i Kosovës. Faleminderit. Fighting.